Vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur. Më gëzon fakti ku shoh gjithë të bashkuar dhe shpresoj se ky është një fillim i mbar për gjithë shqiptarët në Maltezi. Bashkimi i 3 partive shqiptare na jep shpresë se më në fund kemi kuptuar diçka se nuk ka qenë rregull deri më tani. Pra në të ardhmen duhet bashkohemi gjithë së bashkut dhe në një farë mënyre të arritim një farë zhvillimi të shqiptarëve si përmirësimin e drejtave tona në përgjithësi në Maltezi, se për drejtat tona dihet se ku i kemi për fat të keq. Në anën tjetër kemi shumë shqiptarë për fat të keq, të cilët nuk votojnë shqiptarët. Për çka është e keqja atyre turprohen prej vetvetit se janë shqiptarë, turprohen prej flamurit kombëtar dhe e kanë harruar gjuhën e vet. Mendoj se për shqiptarët e tillë është çdo koment i tepërt. Për atë arsye, për ne që kemi mbetur në kuptim plot fjalë shqiptar, për ju, familjet tuaja dhe të afërmit tuaj, do thotë është një ardhmë e ndritur e jo për ata që shiten vetëm për interesa personale, shitin kombin, flamurin dhe gjuhën vetëm për interesat të tyre personale. Pra, ne jemi ata që duhet të ngritim kombin tonë, popullin tonë në nivelin e duhur, në drejta të cilat na takojnë si popull autokton. Prandaj të diellën numër 1 dhe asnjë numër tjetër nuk bën të rrethoni. Votoni numër 1 vend shqiptarët të vendosur. Faleminderit.